që janë votu dhe shumica prej tyre nuk e kanë mandatin e parë si deputet, janë njerëz me përvojë institucionale, i obligon të gjithë, kënd më pak e kënd më shumë, që të arrinte një konsensus për të zgjedhur presidentin. Nëse gjithçka do të varrej tek i parin, e diskutuam pak më herët se është çështja që jepet e drejta e kryeparlamentarit për ta votuar, ka votat kësaj radhe dhe zot kemi atë blokadën e pas nëntëshkurtit 2025, kur prapë thashëm të njëjtën, që përgjegjësia për zgjedhje kryetarin e kuvendit është të gjithëve, filloi ajo blokada, ai ping-pongu dhe në fund prapë u zgjedh kryetari i kuvendit dhe përfunduam në zgjedhje. Po popullit i morën shumë kohë. Kësaj radhe ngërçi është presidenti, presidentja dhe mendoj se të gjithë mjaftueshëm janë të maturuar se sa është e rëndësishme që të arrihet dakordimi. Unë jam prej atyre që kur vjen në pyetje një bashkëpunim i tillë në interes të shtetit, duhet lihen anash ato kundërshtitë ashpra dhe të bëjnë zgjidhjen më të mirë të mundshme. Po aleanca me votat e saj pajtohem me ardhe, mund të kompenzonte atë mungesën e deputetëve që janë skeptik për bashkëpunimin midis LDK-s dhe vetëvendosjes, kryesisht deputetët e LDK-s. Por nëse do të vijmë deri te kjo pikë, kjo mbetet të shihet tek zhvillimet, siç e tha edhe zoti Maloku, ne kemi prit shkaku që rezultatet diheshin që moti mund të kenë filluar bisedimet më shpejt, mos pritet domosdoshmërisht certifikimi i rezultateve, po siç duket, zhvillimet brenda LDK-s i kanë stopuar disa gjëra, sepse LDK-ja tash para së gjithash ka probleme vetveten. Një betejë që është duke u zhvilluar brenda këtij subjekti politik. Por nisma duhet merret nga vetëvendosja, apo jo? Megjithatë, mendoj se duhet kaloj kjo eufori, kështu po e shoh, ku zoti Avdixhiku mund të rikonfirmojë edhe një herë atë leadershipin e tij. Ka zëra dhe jo pak të rëndësishëm, do thotë që janë me peshë brenda kësaj partie që kanë dalë kundër dhe i kanë kërkuar përgjegjësi, si kryetari i partisë që është. Mirë po, kemi diskutuar dhe që ata më zëshmit, më këmbgurësit, janë edhe përgjegjës për rezultatet e dopta në komunat që ata janë, kryetar komune ose kryetar degë. A është kjo pakënaqësi pra si shkak i një afrimi të mundshëm me vetëvendosjen dhe pakënaqësi ndaj krejut të LDK-s, apo çfarë? Po pakënaqësia kryesisht të nis me rezultatin, se sikur rezultati ishte më i kënaqshëm për LDK-n, sido që tjetë ata zëra do të heshteshin për një kohë, atë pakënaqësi nuk do ta zbraznin me njëherë. Megjithatë, tash argumenti i zotit Avdixhiku është që LDK është vetëm një parti që është rrit në votë dhe e ka ngushtu distancën me të dytin, nëse në zgjedhjet e dhjetorit i kishte me PDK-n distancë 66.000 vota, tash i ka 22.000 vota distancë. PDK-ja është ajo që ka rënë tepër dhe ajo është ndoshta subjekti që si opozit ka psuar më shumë, se edhe tek Aleanca është 1 deputet më shumë, ndërsa te LDK janë 3 deputet më shumë. Por mendoj që gabimi i zotit Avdixhiku ka qenë krijimi i pritshmërisë, ka kriju pritshmëri të larta. Aq sa pothuajse ishin bindur që do të dalin edhe partia e dytë. Edhe pse me përqindje 3% është pas partisë së dytë, megjithatë nuk ishte ai suksesi që e trumbetuan me zonjën Osmani dhe e tentuan ta arrijnë. Dhe aty, siç duket, njerëz të cilët kanë edhe pakënaqësi individuale me zotin Avdixhiku e kanë pritur këtë moment që nëse nuk prodhohet në rezultat ky bashkëpunim, ai bashkimi i djathtës që mundua të imponohet, nëse nuk ka efekt, atëherë që të fillojnë edhe të kërkojnë reforma brenda partisë. Po u bëhet qartë në mbledhjen e fundit, edhe pse aty munguan shumë figura të rëndësishme që përfaqësojnë degët të ndryshme të LDK-s, megjithatë dominanca ishte në favor të zotit Avdixhiku dhe mendoj se si sfidë të parë pas rezultatit zgjedhor, zoti Avdixhiku e kishte betejën për të imponuar rendin si lider brenda partisë së tij. Zoti Kryesiu, a